Në qoftë se safi është i mbushur, a të lidhemi, pra, a të bëjmë një saf të ri, apo thot marrim dikë tjetër nga safi përpara. Tani, në lidhje me këtë pyetje, për çdo njeri që futet në xhami, janë 3 apo 4 raste, ose gjendje që mund ta gjejë xhami. Në rast se njeriu futet në xhami dhe gjen vetëm njëri duke u fal, atëherë, pra imamin ta supozojmë, sikur e gjet në këtë mënyrë, atëherë ai do të shkojë dhe të bëjë saf me të nga ana e tij e djathtë. Ky është rasti i parë. Bësh saf me të nga ana e tij e djathtë. Sikur se ka bërë, kjo ka ardhur nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, që ka fjetur një herë të shtëpia e tezës tij, Meimunës, dhe thot shkova thot dhe bëra saf nga ana e majt të profetit. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam thot më rrotulloi dhe më nxori nga ana e djathtë. Dhe të bëj saf me të plot. Në kuptimin të jetë drejt për drejt me të. As përpara, as jo të jetë pak pas ti, sikur se bëjnë disa njerëz, sepse kjo nuk ka argument. Ai thotë më nxori nga ana e djathtë dhe dona nga ana e djathtë e tij. Kështu është shpreh Ibn Abbas. Nuk është vetëm Ibn Abbas, por është edhe Xhabir bin Abdullah, i ka ndodhur një histori e ngjashme. Shkosh dhe të bësh saf nga ana e djathtë e tij, drejt për drejt me të. Ose drejt për drejt nga ana e majt, nga ana e djathtë. Rasti tjetër është në rast se futesh në xhami dhe gjen 2 veta. Atëherë, çfarë do të bësh? Këta të 2, pra imami duhet parapri ose të ecë përpara dhe këta të 2 do të bëjnë saf pas tij. Dhe kjo ka ndodhur me Xhabir bin Abdullah dhe Jabbar bin Sakhr. Ishin në një udhëtim me profetin sallallahu alaihi wasallam, thot Xhabiri thot, shkova thot dhe bëra saf, e gjeta profetin sallallahu alaihi wasallam duke u falë dhe bëra saf në anën e majt të tij. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam më rrotulloi dhe më nxori në anën e djathtë. Pastaj thot erdhi Xhabari dhe bëri saf nga ana e majt. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam na shtyri ne të dyve mbrapa dhe na nxori saf në vete. Kështu që nëse vjen në xhami dhe gjen 2 veta, atëherë do bësh, imami do ecë përpara dhe këta 2 do bëjnë saf në vete. E në rast se vjen në xhami dhe gjen një saf jo të plot, atë du ta plotësosh. Ta plotësosh nga cila anë? Duhet që të nxjerrësh imamin mes. Ajo anë që ka më pak, aty do të futesh dhe të bësh saf. Dhe se hadithi anës djathtë nuk është i saktë. Dhe hadithi i saktë faktikisht është Allahu dhe melajket e tij bëjnë dua për ata që njerëz që plotësojnë safet. Dhe jo bëjnë dua për ata që janë në anën e djathtë, se ky hadith nuk është kështu. Hadithi i saktë është bëjnë dua për ata që cilët plotësojnë safet. E imami duhet të jetë mes, ajo anë që ka më pak, aty të shkosh të bësh saf me ta. E në rast se vjen xhami, rasti tjetër, dhe gjen safin e plot, nuk ka vend për ty, atëherë ti bëhesh saf i ri, fillimi një safi të ri. Dhe safi i ri fillon me një herë pas imamit. Ku ka fillimin safi? Safi nuk ka fillimin as nga majt as nga djathtë. Fillimi i safit është gjithmonë nga mesi, nga mesi i safit. Aty bësh saf. Nga herë gabojnë njerëzit. Është dikush nga kur futet dikush mes 2 vetave, çfarë bën? Tërheq ky që është nga ana e djathtë e imamit apo më tërheq tjetrin nga ana kundërt e imamit. Kjo është gabim. Gjithë njerëzit duhet ngjeshen në drejtim të imamit. Një që bështëlleku gjithmonë të jetë në 2 ante safeve. Sepse fillimi i safit nga vendi me herë që është pas imamit.
janë mundësi. Prandaj, hadithi që ka ardhur për atë që bën saf i vetëm pas safeve, pra nuk ka namaz në rast se safi përpara ti ka vend bosh. E në rast se safi përpara ti nuk ka vend bosh, atëherë nuk është për ty. Ai duhet të fillojë safin e ri. Atë pa erdhi njëri, do bëj saf me të. E pas erdhi, do mbaroj namazin në atë mënyrë. Mund të dikush, po nëse vjen grua. Gruaja asnjëherë nuk bën saf me burrat. Gruaja, edhe në rast se imami është një tek pull, gruaja duhet bëj saf në vete. Dhe për këtë na ka treguar Enesi radhiyallahu ta'ala anhu, thot se gjyshi i tij një herë fton profetin sallallahu alaihi wasallam për ushqim dhe kur erdhi dërguari i Allahut thot u falem me të, thot ai ishte imam, unë bashkë me një tim ishim saf pas tij dhe gjyshi i tij saf në vete pas tyre. Saf në vete pas tyre. Kështu që gratë gjithmonë bën saf në vete edhe në rast se imami është vetë. E në rast se imami ka saf pa plotësuar, prapë të bëjnë saf në vete. Kjo është në lidhje me safet.